Me të tmerrshme, Parlamenti i Kosovës, ose çdo parlament në botën demokratike është tempulli i demokracisë, ku aty hyjnë deputet të zgjedhurit e popullit, me jap ide, mendime, me bërë ligje, kushtetut për të mirë qytetarëve, jo me hyj me u kacafyt në kësi mënyrë në Parlament Kosovës, duke i përfshi ose duke i bërë pjesë kacafytjes edhe qytetarët, sidomos ta që kanë ardhur nga diaspora. Kjo përqamje që është pas sot në Kuvend Kosovës, me ato fyrje, ofendime që kanë ndodhur sot, janë të tmerrshme. Imagjinoje me ardhur një mërgjimtar nga diaspora, edhe me e fy dhe ofendu në atë mos deputetën e PDK Sala Jashari, me thonë që ti se meriton ajrin e Kosovës me thith, person i cili gjysën e familjes e ka të vrarë dhe të masakruar nga regjimi Miloševićit. Imagjinoje me ardhur një mërgjimtar me kapelet të QK-s në kokë, edhe me bothirjen midis Parlamentit Kosovës me u pushkatu një prej ikonave kryesore të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, siç është Ramush Haradinaj. Kjo është e tmerrshme edhe për këtë nuk ka fajtor tjetër përpos Albin Kurtit, i cili nuk e konsideroi Kuvendin kohën e duhur, duke e shkelur kushtetutën, duke e shkelur edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, duke e lënë vendin në kollaps total, pa president, pa qeveri dhe pa kuvend. Pra Kosova sot është në një kollaps, sepse nuk ka institucionet nivelit qendror. Vetëm institucionet legjitime janë institucionet të drejtësisë edhe institucionet lokale të qeverisë, siç janë kryetarët e komunave. Gjithçka tjetër është ilegale në këtë vend. Edhe për këtë fajtor është Albin Kurti. Nuk bën asnjë mënyrë me lënë vendin pa institucione. E kishte afatin, e kishte mundësinë, i ka votat, o dash kuvendi me u konstituu, nëse me vazhdu kuvendi me diskutu për ligje, për të mirë qytetarëve. E jo me sjell militant nga diaspora, që ndoshta edhe të pagum janë nga ta, për me hyj aty, me kriju skandalet e tilla. Po aty të tjerë që patën kritika ndaj zotrit. Me të një individ ishte aty, me një parull Kurtinburg, edhe atë parull aq shpejt ja hoqen nga dora, sepse me gjas ju ka ik, nuk kanë vrejt që ajo është i pranishëm aty, ja hoqen parullën nga dora. Në anën tjetër, në atë kuvend sot është bërë thirrje për pushkatim të Ramush Haradinaj. Madje